Se Belinda Balluku duhet të arrestohet. Se po flasim për arrestimin e Belinda Ballukut. Ky është skandali, po ne jemi këtu, do vazhdojmë, do qëndrojmë. Nuk shkulemi. Për çdo gjë duhet protestuar. Për të drejtën më elementare duhet të protestojmë. Do të protestojmë për fjalën tonë brenda në kuvend, për të drejtën tonë për të qenë këtu, për të patur interpelancë, për çdo gjë. Vazhdimisht është një luftë e vazhdueshme. Duhet të vazhdojmë të kërkojmë, të luftojmë për gjithçka. Nuk dorëzohemi, jemi këtu, ndërkohë duket sikur akoma minimalisht nuk kanë marrë vendimin. Presim. Ja bëmë të dje që jemi këtu akoma. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu, nuk lëvizim. Nuk lëvizim. Atëherë, po bëj një përmbledhje të shkurtër. Prej orës 10:30 është bërë një orë që gati, ka nisur mbledhja e Këshillit e rregullores imuniteteve dhe mandateve në parlament. Është rregull në rregulloren e parlamentit që këshillat janë të hapura, ka një antarësi për 10 deputetësh në mënyrë të barabartë, por çdo kush deputet që ka dëshirë të marrë pjesë në mbledhje mund të paraqitet të vinë në mbledhje. Këta qëllimisht e mbajnë mbledhjen të mbyllur. E mbajnë qëllimisht mbledhjen e mbyllur. Dhe arsyeja është se nuk duan që shqiptarët të marrin vesh se çfarë do thonë prokurorët për dosjen Balluku. Kjo është arsyeja. Pavarësisht deputetët e opozitës që janë brenda kanë kërkuar që edhe ne të futemi brenda, është dhënë urdhër edhe Gardës së Republikës që ne të mos futemi në sallën e mbledhjes. Kjo është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Nuk flitet më për parlamentarizëm këtu. Deputetët i ndalohet të marrin pjesë në mbledhjet e parlamentit. Është shumë e rëndë. Sepse në bazë edhe të kërkesës që do vit prokurorisë, ne duhet të marrim vendimin, duhet të mësojmë se çfarë paraqitet, që të votojmë nesër në parlament. Dhe këta do ta bëjnë sekret çdo gjë. Dhe nuk është e rastësishme që në mënyrë tekstuale Taulant Balla ka kërkuar kryetarit të kuvendit brenda që ne të mos hymë në mbledhjen e Këshillit. Ndërkohë që është e drejtë kushtetuese, është fundit një e drejtë normale. Është e tmeshme. E tmeshme kjo që po ndodh. Edhe e kupton, duan ta trajtojnë si diçka banale. Numri 2 i qeverisë ka akuzë, është akoma në detyrë. Kërkohet të hiqet imuniteti nga parlamenti, sepse është faktuar nga prokurorët se po shantazhon dëshmitar. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që këta duan ta bëjnë me dyert e mbyllura, mos e marrin vesh njëri ta shtyn maksimalisht votimin në parlament, që të fitojnë kohë sa më shumë për të bërë dëm drejtësisë, por në njëjtën kohë të japin kohë Edi Ramës, që të përgatitet për veten e vet ai. Te dosja për zonjën Balluku është e faktuar ku ajo thotë që për filan lot të Unazës Tiranës, nuk e mbaj mend, biznesmeni në fjalë ka marrë aprovimin e kryeministrit. Ka folur me Ramën, thotë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që ai e merr tenderin. Pra, dhe kjo nuk është rastësisht në dosje. Nuk është rastësisht kjo. Shumë shpejt do e thrasë në SPAK, të japi llogari për të çë dhe do ketë dhe akuzë. Minimalisht për shkelje të barazisë në tendera dhe pasaj të gjitha me radhë. Ajo që është më rënd akoma është që për ditë dalin dhe faktohen nga materialet e prokurorisë aferat e reja. Po flitej për një koncesion tani. Nuk e dim për këtë koncesion bëhet fjalë. Të gjitha lotet e Unazës së Tiranës janë vjedhur, të 7 lotet. Ndërkohë që janë harxuar 500 milionë euro atje, 500 milionë euro. Dhe janë vjedhur të gjitha. Por këtë nuk duan që ta tregojnë, ta marrin vesh shqiptarët. Aferat duhet të rinë të mbyllura, si e si që të garantojnë pushtetin e Edi Ramës që mos preket nesër. Dhe imagjino se çfarë presioni kanë bërë te gjykatës kushtetuese për të marrë atë vendim që mori, që ishte skandal, dhe urojmë që ta korrektojnë në datën 22 janar kur ka lënë mbledhjen, sepse
duhet të respektohet vendimi i një gjykate kur kërkohet për pezullim. Është miratuar ligji i tillë në parlament dhe duhet të respektohet. Dhe futja në lojë e gjykatës kushtetuese është vetëm për të mbrojtur të korruptuarit. Për arsyeën e vetme që nesër spaku të mos kërkohet të njëjtën gjë për Edi Ramën. Pra që ta pezulloj gjykata si kryeministër, se në këto kushte parlamenti do të detyrohet të votojë një kryeminist të ri që s'do të jetë më Edi Rama. Kjo është ajo gjithë skenari për të ndaluar që Edi Rama të rinë kushtet akoma. Vazhdon mbledhja brenda, por nuk merret vendimi për pjesëmarrjen tonë në Këshill, por nuk dorëzohemi, do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Nuk ikim. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, për vendin tonë. Nuk është në lojë vetëm fati i Belinda Ballukut në fakt, por është në lojë ardhmja e Shqipërisë. Do vazhdojmë me një vend ku sundon korrupsioni, ku sundon krimi, kur vidhet aptas, me vendim dhe leje të kryeministrit, apo do fillojmë të ndërtojmë një Shqipëri që qeveriset nga një qeveri e pa korruptuar. Kjo është fati i Shqipërisë në lojë. Nuk është fati Belinda Ballukut. Belinda Balluku është një njeri e cila duhet dali para drejtësisë, për të cilën po kërkohet masa e arrestit, por fati i saj është vendosur në fakt, ajo qartësisht për fatin tonë të mirë nuk ka asnjë të ardhme në politikë, por ne tani duhet të luftojmë për fatin e Shqipërisë, për të ardhmen e Shqipërisë. Nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë. Nuk mundet që të korruptuarit të vazhdojnë të sundojnë dhe shqiptarët si alternativë të vetme të kenë largimin nga Shqipëria, nga vendi i tyre, nga të afërmit e tyre, nga fëmijët e tyre, nga prindrit e tyre. Kjo është e papranueshme. Është e papranueshme. Ka ardhur dita të japin llogari, të largohen, të dalin para drejtësisë. Dhe kjo është një nga tentativat e fundit që ata një rezistencë që po bëjnë për mos ikur, për mos të larguar. Duhet të vazhdojmë të qëndrojmë. Duhet të vazhdojmë të këmbgullim, pak nga pak, gradualisht. Kjo është e vetmja alternativë që kemi. Ky është një moment i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë. Duhet të gjithë jemi të lumtur, jo se një njeri po shkon në burg, por sepse më në fund po vjen një ndryshim. Po ndryshon Shqipëria, mund të bëhet pjesë e vendeve ku sundon ligji dhe jo korrupsioni. Ka kaluar shumë kohë, kemi mbi 30 vjet që durojmë politikanë të korruptuar që vazhdojnë e vjedhin. Ja ndërkohë po hapet dera, të pyesim çfarë po ndodh. Falë, nuk të... Shqigardës. Nuk s'po i bjem, s'po i pyesim se nuk dim kush është. Është joj. Nuk na bëjnë të ditur çfarë po ndodh, po thotë një gjë, ka ndonjë gjë rand. Jo, vazhdon protesta. Ndërkohë që është bërë sërish kërkesë brenda që ne të futemi, por këmbgul ta vënë balla që ne nuk duhet të futemi brenda. Kjo është e rënda. Duhet vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Të rezistojmë. Duhet vazhdojmë të rezistojmë.